Leksioni i rallës është çrregullimi hipertensiv I shtatzanisë. Çrregullimet hipertensive të shtatzanisë ndahen në preeklamsi dhe eklamsi, hipertension kronik me preeklamsi të vendosur dhe hipertensioni I shtatzanisë. Tani të përkufizojmë secilin prej tyre. Preeklamsia është hipertensioni I shoqëruar me proteinuri dhe edem, I cili ndodh zakonisht në gratë primigravide, do të thotë gratë që janë shtatzën për herë të parë, ndodh pas javës së 20 të shtatzanisë dhe më shpesh në 3 mujorin e tretë. Ndërsa eklamsia është gjendja në të cilën ndodhin konvulsione, ajo I mbivendoset grave që kanë preeklamsi. Për sa I përket hipertensioni kronik përkufizohet si hipertensioni që është prezent para koncepcionit, përpara javës së 20 të shtatzanisë ose që persiston më shumë se 6 javë pas lindjes. Hipertensioni kronik I mbivendosur me preeklamsi përkufizohet si presioni I gjakut I barabartë ose më I lartë se 140 me 90 mm shtyllëzhive, ose një rritje konsiderueshme e presionit arterial me 20 mm shtyllëzhive. Proteinuria që është gjithmonë prezente është mbi 300 mg në urinën e 24 orëve. Kriter tjetër është edhe prania e edemave. Ka raste që në rastin e preeklamsisë edema nuk është prezente, prandaj e rëndësishme është që të jetë hipertensioni dhe proteinuria për të vendosur diagnozën e preeklamsisë, ndërsa edema mund të jetë ose në disa raste mund të mungojë. Hipertensioni I shtatzanisë ndahet në hipertension transitor dhe hipertension kronik. Hipertensioni transitor shfaqet në kohën e lindjes dhe ka tendencë që të stabilizohet për 12 javë pas lindjes. Ndërsa hipertensioni kronik nëse persiston 12 javë pas lindjes, atëherë vihet re që kjo grua ka tendencë që me kalimin e kohës të zhvillojë hipertensionin esencial. Kush janë faktorët predispozues të preeklamsisë? Është nullipariteti, që do të thotë një femër që nuk ka lindur asnjëherë, raca e zezë, mosha e nënës shumë e vogël, që është në 20 vjeç dhe e madhe mbi 35 vjeç, gjendja e ulët social-ekonomike, shtatzanit multiple, molla hidatiforme, polihidramnioni, obeziteti, diabeti, hipertensioni kronik, sëmundjet preekzistuese renale dhe faktorë të tjerë. Preeklamsia ndahet në e lehtë dhe e rëndë. Në formën e rëndë ne kemi presionin sistolik mbi 160 mm shtyllëzhive ose diastolikun mbi 110 mm shtyllëzhive. Proteinuria është mbi 2 gram për litër në urinën e 24 orëve. Kreatinina është e rritur në serum. Femra ankon për oligouri, që do të thot një sasi e vogël urinimi që është nën 500 ml në 24 orë, shqetësime vizuale ose cerebrale, dhimbje epigastrike, në testet hematologjike vërehet trombocitopeni, vërehen enzimat hepatike të rritura, gjithashtu mund të haset hemoragji retinale, eksudate dhe papiledema. Atëherë, kush janë teoritë që shpjegojnë preeklamsinë? Njihen disa teori, të cilat janë dëmtimi I qelizave endoteliale, perfuzioni placentar I kompromentuar, reaktiviteti vaskular I alteruar, imbalanca midis tromboksanit dhe prostaciklinës, koagulimi intravaskular I diseminuar, volumi intravaskular I ulur, irritabiliteti I rritur I sistemit nervor qendror, si edhe faktor gjenetik dhe dietetik. Por më shumë njihet si teori reaktiviteti vaskular I alteruar. Teoria e dëmtimit endotelial e shpjegon shumë shfaqje klinike të preeklamsisë, prandaj është një teori e cila njihet më shumë se sa teoritë e tjera. Dëmtimi endotelial ka tendencë që të alterojë edhe ekuilibrin midis substancave vazokonstriktore dhe vazodilatatore.
Qelizat endoteliale në saj të substancave që ato përllojnë kanë tendencën që ta modifikojnë përgjigjen kontraktuese të muskulaturës së lëmuar të vazës, për shembull oksidi nitrik ka aftësi vasodilatatore, të parandaloj koagulimin intravaskular dhe të ruaj integritetin vaskular. Organizmi i femrës me preeklamsi pëson disa ndryshime. Këto ndryshime prekin sisteme dhe organe të ndryshme, duke filluar me sistemin nervor qendror. Dihet që indet e rregullojnë qarkullimin e tyre të gjakut me anë të procesit të autorregullimit. Në saj të këtij procesi, truri ka një perfuzion konstant prej 55 ml në minutë për 100 gram. Në rastin kur presioni i gjakut rritet, atëherë perfuzioni i trurit nuk mund të autorregullohet, prandaj si rezultat i rritjes së tensionit hapen junksionet endoteliale duke shkaktuar daljen e plazmës dhe eritrociteve në hapësirën ekstravaskulare. Ndryshime që hasen si rezultat i ekstravazimit janë të ngjashme me ato që hasen në encefalopatinë hipertensive, siç është nekroza fibrinoide, tromboza arteriolave, mikroinfarkte dhe petekjet. Karakteristike për encefalopatinë hipertensive është që preket më shumë trungu i trurit, ndërsa në preeklamsi preket më shumë korteksi nga këto lezione. Çfarë ndryshimesh hasen në sistemin kardiovaskular? Studimet kanë treguar një spektër të gjerë gjetjesh hemodinamike, që varjojnë nga një debit kardiak i ulët me rezistenca të rritura vaskulare në gjendje me debit të lartë dhe me rezistencë të ulur. Për sa i përket ndryshimeve në sy, si pasojë e tensionit të rritur, mund të haset shkolitja e retinës dhe verbimi kortikal. Në sistemin pulmonar mund të ndodhë edema pulmonare si pasojë e administrimit të lëngjeve, mund të ndodhë si pasojë e uljes së presionit onkotik nga proteinuria, si edhe nga rënja e sintezës hepatike të albuminës, e cila ruan presionin onkotik të gjakut. Hepari beson ndryshime nga më të lehtat deri tek më të rëndat, me depozitim të fibrinës përgjatë sinusoideve hepatike dhe deri në rupturën e heparit. Karakteristike për veshkën është lezioni që është tipik për preeklamsin dhe është glomeruloendotelioza, që është një edem e endotelit kapilar e cila ul perfuzionin glomerular dhe shpejtësinë e perfuzionit glomerular. Në gjak është gjetur një spektër i gjerë ndryshimesh që varjojnë nga normale deri në trombocitopeni, anemi hemolitike, mikroangiopatike, koagulim intravaskular i diseminuar, HELLP sindrom. HELLP sindromi paraqitet me hemolizë, enzima hepatike të rritura dhe trombocitopeni. Për sa i përket sistemit endokrin, edhe në sistemin endokrin janë gjetur ndryshime. Për sa i përket sistemit renin, angiotenzin, aldosteron, këto të fundit janë të supresuar në preeklamsi, por gjithsesi studimet kanë përcaktuar që ato janë mbi nivelin grave, të cilat janë jeshtatëzëna. Për sa i përket placentës, edhe në placentë vërehen disa ndryshime. Një nga teoritë preeklamsis është që mendohet se ajo vjen nga një defekt në procesin e placentimit. Kush janë shenjat dhe simptomat e preeklamsis? Janë triada kryesore, që është hipertensioni, e cila përcaktohet nga një rritje prej 30 me 15 mm shtyllë zhive, e cila konsiderohet mjaft kërcenuese për gruan shtatzën, proteinuria, e cila përcaktohet me anë të matjes së proteinave në urinën në 24 orëve, si edhe edema, e cila mund të jetë ose mund të mos jetë prezente, që karakterizohet zakonisht nga një shtim më shumë se 1 kilogram në javë, ose një rritje e papritur në peshë gruas për 1 deri në 2 ditë. Megjithatë, edema mund të ndodhë edhe në shtatzani normale. Gjithashtu preeklamsia mund të ndodhë edhe në gra të cilat nuk kanë edem. Hemoglobina dhe hematokriti mund të jenë të rritura si pasojë e hemokoncentrimit, ose në disa raste të rënda mund të haset anemi si pasojë e hemolizës, do të thënë shkatërimit të rruzave të kuqe të gjakut.
Preeklamsia mund të çojë gjithashtu edhe në vuajtje fetale intrapartum, feto-morto in utero dhe insuficiencë utero-placentare. Si bëhet trajtimi i preeklamsisë? Trajtimi kryesor i preeklamsisë është lindja. Gratë të cilët kanë formë të lehtë të preeklamsisë mund të konsiderohen si paciente të jashtme, domethënë të qëndrojnë në shtëpi dhe t'i matet proteinuria ditore me teste të urinës, si dhe të monitorohet tensioni arterial. Forma e lehtë në javën e 38 induktohet për të lindur, po ashtu edhe gratë në javën e 40 induktohen për të lindur. Për sa i përket formës së rëndë, nëse pacientja është më pak se 23 javë, atëherë duhet të induktohet që ta ndërpres shtatzanin. Nëse është midis 23 dhe 32 javëve, atëherë lindja duhet shtyrë sa më shumë. Nënës i jepet sulfat magnezi të paktën 24 orët e para. Gjithashtu i jepen edhe steroide për të rritur maturitetin pulmonar. Nëse shtatzania është midis 32 dhe 34 javëve, atëherë duhet të induktohet lindja dhe në këtë rast fetusi mund të përfitojë nga kortikosteroidet për të maturuar pulmonet e tij. Eklamsia zakonisht ndodh pas javës së 20, por mund të ndodhë edhe në 48 orët e para pas lindjes deri në 6 javë pas lindjes. Zakonisht eklamsia është kriza konvulsive të cilat i mbivendosen një femërje preeklamtike. Krizat eklamtike i atribohen trombeve trombocitare, hipoksisë nga vazokonstriksioni lokal, si edhe vatrave hemoragjike në korteks. Zakonisht eklamsia ndodh në prani të hipertensionit, por mund të ndodhin edhe në mungesë të tij. Në dallim nga encefalopatia hipertensive ku ka mjaft ndryshime në fundus oculi, në eklamsi ndryshimet në fundus oculi janë të pakta. Për sa i përket klinikës së eklamsisë, nuk paraqiten aura para krizës, gjithashtu pacientja mund të ketë 1, 2 ose më shumë kriza eklamtike. Krizat tonikoklonike pasohen nga hiperventilimi, për arsye se hiperventilimi kompenson acidozën laktike dhe respiratore që zhvillohet gjatë apnes. Gjithashtu karakterizohet nga kafshimi i gjuhës, thyrja kockave, traumat e kokës nga rënja e papritur e tjerë. Si trajtohet një eklamsi? Atëherë, kontrollohen konvulsionet me sulfat magnezi, i cili ka aftësinë që ta ul acetilkolinën që çlirohet në junksionin neuromuskular. Ai jep hipotension edhe efekte tokolitike. Prandaj kur përdoret sulfati i magnezit duhet të kontrollohen tensioni dhe reflekset. Mund të përdoret si preparat për kontrolluar konvulsionet edhe fenitoina apo diazepami. Për sa i përket hipertensionit, përdoret hidralazina, e cila është një vazodilatator arteriolar, mund të përdoret labetaloli, që është një beta bllokues jo selektiv, apo nifedipina, që është një kalci bllokues.